Fshati Shpërdhet në Kurbin prej disa ditësh vijon të jetë izoluar pas rreshjeve të dendura të shiut që shkaktuan dëmtime serioze në rrugën kryesore pranë shtratit të Lumit Droj. Rreth 80 familje janë detyruar të lëvizin në këmbë nëpër rrugë alternative për gati një javë, ndërsa deri më tani nuk raportohet për probleme shëndetësore te banorët. Lumi e shemi qysha që ke land e deri këtu ke Ismail Hajdari e ka bon që shumë si që shofim. Vallaj këtu parafërsisht rreth 80 familje. Kena morë një shoq që na kalon për tokë, Ismail Hajdari. Faleminderit për aty që kena dalë aty. Jena të dashur jashtëzakonisht shumë. Ndryshalla në rregullin e pak më mirë. Po, punojnë. Ma mirë s'ka, kanë ardhur forca tamam. Të rrezikan ardhur si ul ujt, e bën punën të pasër, në që bëhet këne tash, bëhet se ujt e largu, se për ujt nuk bëhet. Asi gjënë bëhet po pat ujt. Ishte nuk e që. Kena dalë më kra. Çdo gjë me kra. Në komësore, mjetët në bloku më vonë. Tash, 4-5 ditë. Po nuk kanë pas që bëha. Si kur në me pasarë me rrugë, ka përdo. Që ishin ku me rrugë më nërsh. Dhe si ka ujt, qatë verë si ba, mbrojtësat, duhet të regjistrojnë të punë dhe të kombinin e të rregullojnë si të jetë më mirë. Nuk ka puna me e kalu dhe hajtë. Si që a kalu. Ka në rregullu një herë që shumë e kanë marë. Pak o shëmbrojtë sa prap vitin qatë vi ujtë. Kryetari e bashkisë 3 ditë ka ne tu, dispozicion qoftë me ku shpirti e sa. Ja bom zote halal. Si du ka ne të pshit. Dakor? Të punu jetë 3 stavatorë këtu ndronë të këtoj dronë dhe ta mushin të shte këtu. Komplet. Vazhdo puna normal. Fshati si? Koma, izolu. Kur pritet me ndal nga izolimi? Pa estim sot kismet zotit. Në ka thonë fjallin kryetarja. Edhe mjetin e të punu, gjithë bashkia këtu është. Në teren po punojnë 4 eskavator që po kryejnë devijimin e rrjedhës së lumit, ndërsa me njerë pas kësaj faze do të nisë rregullimi i rrugës së dëmtuar. Banorët shprehen mirënjohës për ritmin e punimeve, të cilat po zhvillohen sipas premtimeve të kryetares së Bashkisë Kurbin, Majlinda Cara. Ajo ka bërë të ditur se pas rihapjes, rruga do të asfaltohet, duke i dhënë zgjidhje një problemi të kahershëm të kësaj zone. Rreshjet e pandërprera të javës së kaluar shkaktuan përmbytje në disa zona të Kurbinit, ndërsa dalja nga shtrati e Lumit Droj solli dëme të konsiderueshme, përfshirë shkatërimin e rrugës së fshatit. Paralelisht me punimet në Shpërdhet, vijon ndërhyrja dhe në zonat malore për hapjen e akseve të bllokuara. Autoritetet lokale bëjnë me dije se situata në Kurbin është nën kontroll, ndërsa intensifikohen punimet me mjetet e bashkisë dhe mbështetjen e forcave të ushtrisë për normalizimin e plotë të gjendjes.